Të shtunën, organizata Mujahedine Mek në Gjermani, në qytetin e Berlinit, synon të organizojë një tubim. Natyrisht, duhet thënë se kjo nuk është gjë tjetër veç se një zhurmë artificiale. Duke qenë se jemi të njohur me lojrat dhe manovrat e kësaj organizate, duam të tregojmë dhe të zbulojmë realitetin që fshihet pas skenës. Përfaqësuesit e organizatës në vendet ku ka kampe refugjatësh, me justifikime të ndryshme dhe me premtime mashtruese për 2 ditë udhëtim falas dhe argëtim në Gjermani, me shpenzime të mbuluara nga vetë organizata, transportojnë refugjat të pastrej nga vendet e origjinës drejt Gjermanisë përmes autobusëve që i marrin me qera. Tani, le të shohim se cili është realiteti. Ne, me dokumente dhe prova, duam të zbulojmë dhe të tregojmë mashtrimin kryesor që organizata përdor ndaj refugjatëve. Atyre u thuhet se mund të takohen me përfaqësues të vendeve europiane dhe të zgjidhin problemet e tyre të azilit. Ndërkohë, kjo nuk është gjë tjetër veç se një premtim i rrem, sepse qëllimi vetëm i organizatës është të ketë pjesëmarrës në tubimet e saj. Një qytetar arab në një intervistë për televizionin Euronews ka deklaruar se i kishin premtuar pagesë prej 50 euro në orë dhe se nëse sillte më shumë persona me vete, do të paguhej edhe më shumë. Nëse vëreni me kujdes, imazhi i asaj gruaje shfaqet i vetëm në video. Në fotografi shihet qartë realiteti. Qytetar me ngjyrë që paraqiten si iranian mbështetës, jashtë vendit, ndërkohë që janë arab, veçanërisht sirian, ukrainas dhe shtetas të vendeve të tjera të varfra, madje edhe afrikan. Me çfarë premtimesh të rreme u lejohet atyre të sillnin flamujt e vendeve të tyre në këto tubime? U thuhej se Irani ndihmon qeveritar aktual të vendeve të tyre dhe se ata mund të protestojnë për t'ia përcjellë zërin e tyre përfaqësuesve të paqartë që marrin pjesë në këto aktivitete. Ata priten me ushqime të bollshme dhe të shtrenjta, për të treguar një numër më të madh pjesëmarrësish në protesta, apo tubime përdoren truke filmike, si filmimi horizontal për të mbushur hapësirat bosh, ose manipulime me Photoshop për t'i afruar njerëzit me njëri tjetrin. Shikoni me kujdes pamjet dhe fotografitë e protestës së mëparshme në Berlin. Ju i pa dokumentet dhe provat. Për verifikimin e tyre, ju ftojmë të shkoni në vendin e organizimit dhe të pyesni shoferët e autobusëve, nga cili vend kanë ardhur, sa persona kanë sjellë dhe nga cilat shtete janë pasagjerët. Padyshim, ata nuk kanë qenë dhe nuk janë iranian. Organizata nga 2 ose 3 autobusë me një numër shumë të vogël mbështetësish të vet, bën filmime dhe propagandë mes kolonave të autobusëve të shtetasve të huaj, duke krijuar përshtypjen sikur të gjithë këta pasagjerë janë iranian. Më pas, hyni në sallë dhe vëreni me kujdes. A janë pjesëmarrësit iranian? Jo, sepse askush pas rreshtit të dytë ose të tretë nuk i dëgjon fjalimet. Ata presin vetëm që programi të mbarojë, të marrin pagesën e tyre dhe të largohen. Ky është realiteti i kësaj historie. Në vend të këtyre veprimeve, organizata Mujahedine duhet u lejojë anëtarëve të saj të vendosin kontakte dhe të komunikojnë me familjet e tyre.